a është e lehtë me punu me Big Mamës? E din që një sidomos me Bigin, kisha thënë që e kam një ndër personat publik që e veçoj mas shumëti dhe qëtash nuk e kisha quj që e kam kliente, sa që e kisha thonë që e kam një pjesëtare të rrethit tem në ngusht dhe ndjem shumë i kënaqur që është pjesë e Ferma VIP dhe po rezulton një rezultat shumë të mirë dhe na tash në Tetov para se me hy i kemi thonë pa fitore, pak si problem se të pranojmë, po tash e këshyrim. A kime vesh edhe në qëse se fitojmë? Normalisht, nuk ka diskutim. Po, pa tjetër. Me gjitha të, e dim që sa vito bënën me Bigun? Me Bigun një më gati 3 vite. Gati 3 vite, kështu që pas ka gogja kohë. Sa ka ndryshu ndështë, sa ka evolu stili i saj? Tash nuk mund të ceki unë të them, po, normalisht prej fmi, që tash nuk mund të atë pjesë mendoj që s'mund të përcaktoj unë, sa që mund të përcaktoj publiku, ato e shohin ma mirë, normalisht e shohim edhe na, po... A në modest në shatë? E kam këtë pjesë të karakterit, modestin e mbaj gjithë herë me veti. Jo, po nuk është e mirë, se të është me livdu vetën nga... Për gjykim, mendon me gjyku vetën, une si zakonisht gjykimet edhe kritikat tek vetja i bazoj dhe i marrë tek rrethi im i ngusht, se qëtash për komplimente na krejt e dim që ku jam mire, ku jam keq, po unë gjithë rrethin të ngusht gjdo herë, mundohem që të mi nxjerrim pa kritikat, të mi nxjerrim pa gabimet. Nuk po du gjithë me thonë, okej, veç që i afërmi, unë e marrë shumë atë pjesën, nëse ma bënë, okej, më vjen se rafsh. Jo mësu gjithë rrethje me mi tregu veç gabimet, edhe kur më thot në herë, në njonë, njëse në njonë, pambarësisht, këtu, super, edhe unë, që aty unë e ndali betën, kështu që për atë me modestin i kam pak raportet e mira. Në tha që do të punosh edhe me disa ftyrat e tjera, kemi nga zvullu apo jo, apo mbetet me unë pa? Së është interesant, tash me i tregu, kështu që ma mirë mbetet me i pa, edhe i shihni, edhe i komentoni. Ajo jetë ngellet tek komenti i publikut. Cilin prej estradës ose prej ndoshta yjeve botëror, sepse tash yjet e vendit veç se i ke zaftu për themi, po kanë kështë pas shep me vesh ndoshta? Kam edhe se tash të të përmisoj pak këtu. Ka edhe me një person që kemi bashkëpunu, që është jashta vendit tonë, është një aktor turk, që nuk e kam nxjerë. Nuk e kemi nxjerë, veç për faktin që kom dasht me mbledh pak më shumë material që me nxjerë pa. Kemi bashkëpunu vetëm me 2 veshje. Aji për ndryshë është aktor turk, Mert Demirci e ka emrin. Tek një serial turk që është tek Kan Çiçekleri, nëse zgaboj. Edhe aty kemi bashkëpunu tek një epizod. Po, lanqim diçka nuk kam bë, nuk kam bë veç për faktin që të thash po du ende ma shumë material, po tash si fjalë pe thëm, tash unë e di që të na ti po thu, po ku është argumenti, unë argumentin e kam, po nuk është, po du edhe pak ma shumë, me umlet që me nxjerë ma shumë opcione për me pa se qa është bo. Okej, po neve përna interesant me ditë që është me punu me aktor të kalibrit të tijë, sidomos me një aktor tërk ndështa. Qëfar kërkesa është ka pas këtë rast? Personin fjallë... Apo është vesh për setin që ka gjiru, apo është vesh për ndonjë event? Për setin që ka gjiru, po. Bile e thash më herët tek një epizod. Edhe seriali, po. Tek seriali, një ndër epizodat që është gjiru seriali, Kan Çiçekleri. Do me thonë bashkëpunimi ka shumë papritmas, leptem, që ndërmjetësues ka qenë një shoku im i afërt, edhe një shoku im edhe një shoqe me afërt, që jetojnë jashta Maqedonisë. Tash na krejt kene me këshu qa serial. Patriot. Po tash jam bo që 2 veshje, jam bo veç me e gjetë në cilin epizod që me të tregu, tamam që me e pa që o bo prejtë e na. Normalisht. Qëse veç ka dalë epizode? Epizodi nuk e kom pa, të tregoj drejt, nuk e kam pa, jo që s'kom dasht me pa, sa që kisha thonë mas shumë ti shkaku i punëve që i kom pas, po normalisht që
e kam vendosur që me veçu një kohë caktume për me e pa edhe me e kështu se që shkanejt, ama menoj që ka dalë diçka shumë mirë. Na e kemi pa, na ka dërgu foto veshjen që shodok, po tash normalisht në aktrim aty me perceptu pak ma ndryshe që shpo këtë para kamerave. Gogja kohë për me qenë, kështë me i pa prej episodës parë deri në fund. Në regull, na tash, ma si na krymë emisioni, kemi me shku krejt me pa serialin që na të regove dhe me i pa që shodok me krimet të tua në këtë rast. Pa problem. Po shpresojmë që pikrish nuk të ndalësh vetëm tek aktori tërë, ka? Qëtash puna jonë e ka një të mirë, qëllimi gjdoherë duhet të vrapohet. Dhe tek qëllimi gjdoherë duhesh me punu, dhe normalisht në bas asaj që ti punon, për atë qëllim, sene tjera vinë rrjedhshëm, kështu që qka të vjen është e mirëseardhur, pavarësisht si artist. Po thonë më mirë artistët, nuk peceki që tash yje botrore ose pa ma parësish, po thonë artistë në përgjithësi, qka të vjen është e mirëseardhur, po që ti bësh hizmet punës tane, menoj që krejt vinë rrjedhshëm sene. Krejt në vendin e vetë. Unë i kom bu disa trende, po theme, edhe po du me po ndoshta mendimin tënd në shatë si dizajner dhe si ekspert në këtë fushë, sepse ne nga njerë rëmbejmë edhe prej trendeve të kohës, ndoshta trendet që kalojnë shpejt, mandej veç në ambesin edhe disa veshja aty në dollap që nuk kemi as ku mi vesh. Çka mendon ndoshta për trendet që po janë në kohëve të fundit? Për trendet kohëve të fundit, nuk është, e thash edhe më herët që trendet si zakonisht ndryshojnë, po apet ka disa lloje të veshjeve që çdoherë qëndrojnë në treg për me u praktiku tek trupi njeriut, me i nxjerrë mba stilet edhe trendet që janë për momentin, po për trendet që pisho që janë diçka të reja, se normalisht sendet e reja që dalin vërehen, sendet që janë prej kohës më pashme edhe ato vërehen, edhe është mësu syni, të e pa sendin e njëjtë, po këto të reja që dalin, unë të thash që sendet e reja tek na dizajnerët si zakonisht është diçka e mirë, është plus. Qka një ujë që lëvrit pihet, kështu që edhe një trend që lëvrit, një veshje që ka ndryshime, pavarësisht në cilën lloj të pantolonave, këmishë, xhaket, pavarësisht është diçka plus, le të themi in. Edhe të na nuk e shoh që është gabim që çka del një trend i ri të jetë gabim, por me marr pak këtë pjesë në personalitete, në shumicën, nuk po them personalitete, po në shumicën që trendi është, po ti duhesh me u vesh që ty që të shkon. Se nashta në këtë moment që është kjo xhaket, po thëmë, si shembull, është trend, ty nëse nuk të shkon, ti këtë që e vesh, nëse nuk shkon ti duhesh me vesh diçka që shkon ty.